Anis Mehmeti po tregon një formë shumë të mirë edhe në radhët e klubit të Ipswichit, të cilit ju bashkua disa javë më parë gjatë merkatos së dimrit. Të dy golat e fitores 2-1 ndaj derbit në këtë javë erdhën nga këmbët e tij, teksa u provua në rolin e organizatorit nga trajneri Kieran McKenna. Pikërisht ky fundit i ka thurur relozhe futbollistit shqiptar, të cilin insistoi që ta kishte në ekip që në janar, duke e blerë parafundit të kontratës së tij me Bristolin për të mos pritur që të dilte si lojtar i lirë në verë. Unë mendoj se ai është një lojtar i jashtëzakonshëm, edhe si persona i ka treguar shumë uri që të përmirësohet. Ai ka ardhur në një klub të ri që është në një lloj dimensioni tjetër në krahasim me aty ku ka qenë që kur ka nisur karrierën e tij dhe ka thurur menjëherë gjithçka. Ai dëshiron të mësojë, dëshiron të ndihmojë të gjithë të tjerët dhe dëshiron të tregojë se mund t'ia dalë. Ai ka pasur një impakt shumë të mirë duke u bërë pjesë e ekipit dhe duke luajtur siç di ai. Neve na pëlqen të punojmë me të, ishin fjalët e McKenna për futbollistin shqiptar.